Esenca e devimit është krahasimi i Zotit me njerëzit. Në njeriu gjithmonë ka gabu me Zotin kur ka dash Zoti me e nështru rregullave të kuptimeve të tij. Nuk duhet me të kuptu që unë e kuptoj. Nëse të kuptoj që unë e kuptoj të si ekziston ti mua. E çu kështu. Sigurisht e puna e sherrit. Puna e të keqes që ndodh në botë. Për shembull, po vrojnë njerëz po desin unë apo. Unë o Zot, duhet më kallëzu ti mua pse që ta njerëz s'min iman. Si s'm kallëzon ti mua s'besoj. A është logjik? A logjik kjo? Domthonë nëse ti s'm kallëzon o Zot, arsyen pse s'in iman që ty të rriturve. Unë e konsideroj se ti nuk ekziston hiç. Se ti më ekziston kisha kallëzu. Çfarë ndërtimi pa logjikshëm, apo thon? Prandaj krahasime me tjerë. Krahasim me ato që ka din. E këtë krahasim pastaj e bart edhe në besim, e bart edhe pastaj në gatishmëri për nështrim. Zoti din, po krejt, diçka di edhe në, e krahason me vetën e tjerë. Te kaderi, qysh ka mundësi Allah me dit, e mos më kon imponim. Po ti se kupton këtë Allah, po kupton? Ti don me zbrit Zotin menjen tonë me ta kallëzu qysh e din para se me bëva kia. Se ti nuk e din para se me ndodh, çka ka më ndodh, ti nuk e din. E pse ti nuk e din, a Zoti s'mund me ditë, se ti nuk e din. E donë atëre se besoj heq atë. A kupton krahasimin? Krahasimin, çka krahasimi? Me Zotin, unë edhe Zotin. Pastaj të ndërrozën, njeriu realisht ka dashur që gjithmonë Zotin me pa. Nga se kur sheh diçka, krijon raporte më miqësore me të, se kur s'e sheh. Po kjo rregullet, andaj kanë bërë skulptura. E kanë thonë, na si adhurojmë këta, po ato që mrena këtë. A më veç me pa që shdo këtë ka pak, te prekum ka pak. Krahasimet. Do që kjo krahasim me Zotin të bartëra, që ka bu me përgjasu Allahun me krijesat. Dhe e dyta, mveshja e mangësive Allahut të bareke o ta'ala. Mveshja e dobësive Allahut subhanahu wa ta'ala. Si për shembull, me thonë Allahu ka fëmijë. Allahu ka djalë, Allahu ka gru, Allahu ka shok, Allahu ka evlija që i nimujnë, ka fraksione muslimane, që thirrën në emrin e Islamit, apo që menojnë edhe bindun që evlijat e tyre realisht udhëheqin me planetën kosmos. Edhe ato vendosin, pavarësisht konsultimit me Allahun te bareke o ta'ala. Kësi bindesh kanë ato. Kjo është realisht emet. Nëse Allah ka nevojë për ndihmtar, është emet. Së Zot ai mua. Pastaj për shembull çështja e dijes së Allahut, çështja e urësisë së Allahut, sikur se kanë pyetën te kjo. E çështja e tjera këtu më radh kanë qenë probleme madhore në formimin e kuptimit të duhur të besimit të njeriu në raport me Allahun te barekuta.